Beni, a mund sjellin këto rezultate zhvendosje të reja në skenën politike në Kosovë, si krijim koalicionesh lokale ose aleancave të reja? Cili është mesazhi që i dërgojnë këto zgjedhje partnerëve ndërkombëtar Kosovës? Dhe a mund të ndikojnë këto rezultate në dialogun Kosovë-Serbi apo në pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, si u menaxhua situata në komunat me shumicë serbe dhe a patin në një ndikim nga Serbia? Okej. Po nis nga fundi, ka pas ndikim shumë të madh nga Serbia. Zoti Vučić është përfshirë gati direkt, duhet të ishte jo vetëm i kujdesshëm, po duhet të ishte edhe më etik. Sepse sido që të jetë mesazhet e tij për në Beograd, nga Beogradi në komunat me shumicë serbe në Kosovë jepen. Janë burimet, janë të gjitha elementet. Ai zgjodhi që të bënte një presion të hapur dhe ky presion ndikon shumë ke qytetari i zakonshëm serb që është i varur shumë nga Beogradi për shkak të ndihmave dhe për shkak të një pozicioni shumë të vështirë. Shumica e serbëve të Kosovës tashmë janë derdhur drejt Beogradit. Por ndërsa në Kosovë kanë problem varfërinë, në Serbi kanë një problem akoma më të madh. Serbët e Kosovës nuk duhen në Beograd, nuk i duan njerëzit. E para sepse për shkak të qarqeve të shkurtra, ata marrin pozicione të mira dhe janë vazhdimisht agresiv në pjesës tjetër, por ata janë shfrytzuar në protesta. Janë shfrytzuar në protesta kundër qytetarëve serb dhe Radojičić, njeriu që bëri Banjskën, është nga njerëzit që përflitet që organizon trupat paramilitare ndaj protestuesve. Ashtu si një nga serbët prapë të njohur të veriut Kosovës, Veselinović, është nga njerëzit që merr tenderat kryesor në Serbi. Dhe ju kuptoni vetë urrëtitjen e serbit thjesht i cili punon, i cili mundohet bëj shtet, i cili do demokraci, përballë njerëzve që shkojnë kështu. Ju thoni mesazhet. Mesazhet Kosova i ka dhënë dhe qytetari i Kosovës i ka dhënë. Problemi është që partitë politike nuk i lexojnë për interesat e tyre. E para sepse ata janë pushtet, ata kanë një rrogë, ata kanë benefite, ndërsa njerëzit e thjeshtë jo. Ka një çudi të asaj që njerëzit thuan me mesazhet që politika kosovare ka marrë nga Shteti Amerikan. Ata janë thirrur përpara se Kosovës të ndodhte diçka shumë e rëndë, që unë besoj do merrte një mision tjetër, që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ndërprerë marrëdhëniet e bashkëpunimit strategjik me Kosovën. Është nga gjërat më të rënda për Kosovën. Dhe që zoti Kurti me atë retorikën e vet, si të themi, monotone, të lodhshme, patetike, e ana shkalon sikur është diçka shumë e zakonshme. Po. Beni, kjo që thatë jo është shumë e rëndë, dhe është e rëndë. Po. Si e spjegon faktin që në Kosovë Albin Kurti ka këtë mbështetje kaq të madhe? Besoj që ka pasur. Nuk e ka gjithmonë, por keni parasysh diçka, ju kam thënë edhe një herë tjetër, por nuk e di se ma keni ndjerë. Nuk e besoj që shqiptarët në thelb janë aq pro-amerikanë sa që ishin. Neve e kemi dashur Amerikën për ato gjëra të mëdha që ka bërë. Kohën e rilindjes së më vonë, ndihma e shqiptarëve në Amerikë është nga ndihmat më të paimagjinueshme dhe ata idealistë shqiptarë që kanë qenë aty kanë identifikuar dhe Shqipërinë. Një pjesë amerikanëve gjithashtu janë nga individët që Shqipëria s'ka për t'i harruar askush. Për shkak të dinjitetit, për shkak të shpirtit, për shkak të idealizmit. Me pak individ vendesh Shqipëria ka gjetur këtë sinergji me Amerikën. Por ku shikon që shqiptari ka ulur kurizin edhe para rusit, nuk po them para rusëve të mirë, se kanë ardhur dhe rusë shumë të mirë në Shqipëri, kanë ndërtuar Shqipërinë dhe punonin njësoj si shqiptarët e thjeshtë. Ata që bën fakultetet tona, që ndërtuan, kanë qenë shumë të mirë. Por të shikosh një pjesës të servilëve të qytetarëve tanë, mënyrën si kanë shkuar, si shkuan nga rusët ke kinezët. E më i kemi përjetuar 90-në që ishin pro, edhe mas 90-s u bën pro-amerikanët më të mëdhenj.